Zoti Alizoti. Zoti Peleshi, zonja Zotri. Me sa dio në dijenin time është rasti i parë në 30 vjet që nuk ka debat mbi një program. Dhe arritja jonë më e madhe si komb, apo si Shqipëri post-staliniste dhe post-maoiste, ishte debati. Unë mund të rikthehem nga fjalët e dëgjova nga parafolsi, ribëjeni debatin. Për ju thoni ne nuk duam debat. Ribëjeni debatin. Debati është pika më kryesore, që është programi, që është në interesin madhor të vetë qeverisë, e cila ka plane madhore, integrimi në BE. E jene të diskutojmë. Pse e shmangni? Është shumë e rëndësishëm për ne, si qytetar, dhe për ata që na shohin. E kam lexuar programin dhe kam parë shumë pak fjalë për shpopullimin, po kam parë pothuajse as pak fjalë për Kosovën. Dhe ju dëgjoj shpesh që thoni gjëra që nuk qëndrojnë. Do përpiqem të jem në këtë fjalim shumë të shkurtër etik. Demokracia jeton nga debati. Riktheheni seancën e parë, e cila që nga koha Adil Çaçanit ka qenë shtylla e parlamentit shqiptar dhe ka qenë esenca e demokracisë shqiptare. Ktheheni të diskutojmë. Sipas studiuesve, demokracia jeton nga lajmi i keq, jeton nga kritika. Dëgjojeni edhe kritikën tonë. Mund të jetë dhe pa vend, por dëgjojeni. Pra jemi, si shtoni ju, shumë pranë BE-s, por jemi shumë larg praktikimit të demokracisë. Demokracia jeton nga fjala dhe opozita ka fjalën. Nuk mund të mbyllet një seancë parlamentare për një reagim emocional të shumë deputetëve. Sepse seanca i përket shoqërisë, i përket qytetarëve, i përket fermerëve, i përket ekonomistëve, juristëve, shëndetësisë. Ju nuk mund ta mbyllni atë sepse u mërzitet ju, apo u mërzit lideri juaj. Pra ne jemi shumë bërë demokracisë dhe tentojmë të shkojmë në një shoqëri e cila ka shumë demokraci. Nuk i bën keq Shqipërisë se ka kritika. Askujt. E zhvillon parlamentin. Le të ketë dialektik parlamenti. Le të ketë debat parlamenti. Pse duhet mbyllet parlamenti për 1 orë? Dëgjoni dhe mendimin tonë, thoni dhe tuajin. Ju do keni shansin madhor të mbroni argumentet tuaja, arritjet tuaja, integrimin e Shqipërisë dhe të BE-s. Ju ja hoqet këtë drejt vetës, po e gjykoj këtë thjesht me racionalitet. Pra ju e shmangni dhe kur një ekip folës shmangat nga debati, në sytë e mi të regon dopsi. Pra ju sot jeni të dobët. Mund të keni shumë mandate, po në artikulimin politik jeni të mërsisht të dobët. E pash programin dhe ju dëgjoj me shumë shpesh që thoni me krenari dhe kur e thot dikush nga ju që ne jemi Partia Socialiste, ju të gjithë do ato kisni. Një pyetje retorike. Ku qëndron e majta juaj? I majti europian është me të doptin. I majti europian është me punëtorin. Ju jeni me horrin. Ju në çdo qark jeni me të fortin. I majti europian është me pafuqishmin. I majti europian sot mund të ishte edhe në West Bank, mund të ishte edhe në Gaza, për të shtonë në Europë për internacionalin e famshme. Pra pyetja ime është, pas një lloj ofeze, pas një lloj fyrje, ku qëndron e majta juaj? Ju jeni me oligarkin, ju jeni me të fortin e Lagjës, ju jeni me të fortin e Elbasanit, ju jeni me të fortin e Durrësit, ju jeni me të fortin e gjithë Shqipërisë. Ku qëndron klasa punëtore? Ku qëndron punëtori? Ku qëndron i pamunduri? Pra ky s'është më asnjë vend. Pra rreth jush që janë mbledhur dhe pozicionuar të gjithë oligarkët dhe gjithë të fortët. Dhe ata që janë në përqarje e din që heroi i qyteteve i lagjeve është i forti, i cili në moshën 18 vjeç o ka vrarë, o ka marrë bijat e botës si ka prostituar, o ka bërë ndonjë krim. Dhe ky është realiteti i një partie sociale e cila sot duhet të ishte në debat ideologjik që ne djatha aq sa jemi dhe ju e majta. Ju nuk jeni me punëtorin. Ky është një iluzion. Dhe këto dy fjalë të mia të shkurtra vlen për atë jashtë, jo për ju. Se jeni të qartë në mendimet e juaja. Pastaj në program unë nuk pash asgjë për Kosovën. Dhe si ka mundësi Parlamenti i Shqipërisë dhe partia që sot është në pozitë nuk miraton
një rezolut për genocidin Kosovë. Kosova është dhimbje. Po nuk je me Kosovën, nuk je me dhimbje në Kosovës. Po si mos jesh me dijenin time, nuk ka një rezolut në lidhje me genocidin, po përmend termin genocid. Vetë Kosova është dhimbje. Dhimbja e Kosovës u kthy në diçka botërore. Fëmijët e masakruar, njerëz pa varre, gratë e dhënuara, dhe parlamenti i Shqipërisë sot me majorancën e saj, që e përmendni me shumë shifra, e ka problem të miratojë një rezolut genocidi për gjysmën e kombit, ose nëse unë mund ta quaj për ndriçimin dhe elitën dhe përdhimin e kombit shqiptar. Kjo është turp për publikun. Kosova, me fjalën e madhe që parasi i partisë tuaj e qutit tradhtar, ose armik të popullit, Arshipipa thotë që e dua Kosovën se aty lindi Shqipëria. Atëherë, si ka mundësi që ne, sa herë ta kërkoj kush doj një rezolut për Kosovën, ajo duhet miratohet. Se është një shenjë për popullin e Kosovës. Është një shenjë për vuajtjen e Kosovës. Është një shenjë dhe një simbolik për ata që janë pavarur, për gratë e vënuara. Si është e mundur kjo gjë? Të nderuar kolegë dhe të nderuar qytetarë. Pastaj të them dhe dy fjalë për shëndetësinë, se unë nuk duhet ju marr kohën juve dhe kolegëve tjerë, po mos harroni, ju që jeni të majtë, po ju i villni ilaçet fëmijëve më, po ju i villni ilaçet njerëzve me kancer. Ku qëndron e majta, e cila në tezën e saj kryesore ka të drejtën e pamunduarit, të drejtën e punëtorit, shansin e barabartë e majtë liberale. Gjithë Shqipëria është mbushur nëse një të fortë fiton zgjedhjet. Dhe këta unë e di nga terreni. Ju nuk mund të më thoni mua që i keni fituar zgjedhjet. Unë e di që gjysma e Elbasanit është me kamera. E din dhe Elbasanit. Po e din dhe ata të Durrësit. Po e din dhe ata të Vlorës. Dhe ky është një realitet nderuar, zonja zotëri, që ju nuk e mohoni dot. Ne kemi një zgjidhje si Shqipëri, nëse kthehemi tek ideologjia, jo tek pragmatizmi. Ne do të themi të idet, të diskutonim sot për programin e Shqipërisë, mbi të majtën dhe të djathtën. Një qëllimi i përbashkët për të zhvilluar Shqipërinë, por në mënyra të ndryshme. Le të ishin të majta, le të ishin të djathta. Por ne kur heqim bisedën, kur dhunojmë fermerin, kur dhunojmë të dobtin, dhe polici i thot të fortit shef, ne e kemi shkatëruar Shqipërinë. Megjithatë, ju jeni krenar për shumicën, gjithsesi, shumica që unë besoj që është artificiale, po dhe sigurtisht e natyrale, nuk ka gjithmonë të drejtë. Demokracia ka një element, bazohet vetëm të këtë drejta. Ju falenderoj. Faleminderit zoti Alizoti, edhim në votim të hapur me kartona kërkesën, jemi në votim për zhvillimin e mocionit me debat publik në parlament mbi prioritetet e zhvilluara e shpallura të qeverisë në programin politik saj si dhe ndryrën e krimit organizuar.